أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Jalali wal Ikram, kemi arritur te hadithi 362 me radhë, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن غريب. Në rëfen Ebu Hurejret radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kush e viziton një të semur apo një vëllaut vetin për hir të Zotit, e thret një thirrës e i thot: i mirë qofsh dhe udhëtimi jot qoft i bereqetshëm, dhe posedofsh një shtëpi, një pallat në xhennet. Këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhiu rahimahullahu taala në sunenin e tij ose xhamiun e tij, për të cilin ka thonë që është hadith hasan. Ulemat, duke pas parasysh edhe transmetime tjera që ka ky hadith, ka thonë që është hadithi sahihun li ghayrihi. Jemi duke folur në lidhje me vizitën e njerëzve të mirë, dhe se kjo vepër i forcon lidhjet e shoqërisë mes vete, por gjithashtu i jep vendin e duhur njerëzve të mirë në shoqëri, që fatkeqësisht sot është e kundërt. Shumica e njerëzve respektojnë, nderojnë e vizitojnë atë për të cilët kanë interes, atë që ka famë dhe publicitet, atë që ka pushtet dhe ndikim, pa marrë parasysh se ky i pasuri, i famshmi, i pushtetshmi, a është i mirë, a është i keq. Që do thotë se të na kriteri i vlerësimit kush e meriton vizitën tonë nuk është i shëndosh, nuk është fetar, por është material. Dhe normalisht nëse është kështu, atëherë lidhja jonë do të përfundon në momentin që përfundon interesi. Dhe për këtë shkak na shohim shpesh njerëz që rrinë bashkë një kohë gjatë dhe pastaj ndahen. Edhe kur fillojmë dhe u lumtojmë rastin, ne shohim se ajo që i ka bashku ka qenë interesi, dhe ajo që i ka nda ka qenë interesi. Kurse tek besimtarët nuk është e kështu, e tillë. Kur ata takohen dhe bashkohen, takohen për hir të Zotit dhe bashkohen për ta ndihmuar njëri tjetrin në udhëtimin e tyre drejt Zotit, pa ku një farë interesi pas kësaj. Dhe nëse ndodh që ndahen, ndodh sepse njëri për tyre nuk do me vazhdu bashk udhëtimin drejt Zotit, por jeta e vet ka gabime dhe mëkate të cilat bëhen shkak që ai të largohet prej tij, apo ky të mos e duron këshillën e tij dhe të largohet pastaj prej tij. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith tregoi, do thot, dy përfitime të mëdha ose tre përfitime të mëdha që i fiton një njeri i cili i bën dy vizita. Njërën që është vizita e sëmurit, që i sëmuri ka nevojë me ardh dikush spaku mund ndje ai se dikush ja ka gajle, brengoset për të, mërzitet për të. Dhe e dyta normalisht duan që mund të bën i shëndoshje për këtë sëmurit dhe mundësia e pranimit asaj duaje dhe shërimin e tij.
Dhe e dyta është që vizita e një vllaut, thjesht vizitë për hir të Zotit. Për të vizitu dikush duhesh me nda kohë. Për të nda kohë duhesh me lënë disa punë pas dore. Që do me thonë se sot njerëzit, pasi që të gjithë janë dhënë pas punës, nuk gjejnë kohë mi bo dikujt vizitë për hir të Zotit. Edhe këtu vjen shesh materializimi i tepërt i jetës sonë. Duke menduar na se ajo materialja, ai angazhimi për të fituar pasuri, ajo ka me na sjell një gëzim dhe lumturi. Edhe pastaj në sajt e kësaj dhe angazhimit tonë në këtë drejtim, na e lëm pas dore vizitën e prindërve, vizitën e falefisit, vizitën e kushëreve, vizitën e shokëve dhe miqve, jetojmë krejtësisht të izoluar. Dhe pastaj fillojmë dhe ankohemi. Është prish dynjaja, prish njerëzit. Ti nuk nalesh me analizu vetveten, ti ku je? Cili është kontributi jot kundrejt tjerëve? Ti që kërkon tjerët me të pa dhe me të vizitu, ti a ke shku të njerë të dikosh me vizitu. Fatkeqësisht gjithë na tash largohemi për njëri tjetrit, i kemi zëvendësu ndejat e shtëpisë me ndeja në kafe, vizitat për hir të Zotit me vizita për hir të interesit, edhe normalisht Allahu e ngrit bereqetin. Allahu e ngrit haren, lumturin, gëzimin. Dhe për këtë shkak secili prej nesh e ndin vetvete her pas here një lloj vetmie, një lloj lodhje të shpirtit, një lloj vuajtje. Edhe tash, nëse do ti me të kalua gjendje, duhesh me ju rikëthy këtyre gjërave, se jeta e këndshme, jeta e mirë, dvika nëse ti kujdesesh për njëri tjetrin. Është i semur, shkon e viziton. Apo thjesht nuk është as i semur për i Zotit, vetëm shkon jep një selam, rin, e pysi e ka hallin, ja qanë dhe një hall nëse kiti, i bën 2-3 lafe muhabet, knaqesh me te dhe knaqet me ty, dhe pastaj vazhdon udhëtimin tanë, vazhdon punët e tuja, vazhdon angazhimin tanë. Normalisht se ky hadith ka përmendur mund terme të cilat tregojnë veprim i vazhdueshëm i këtyre veprimeve, kush e viziton një smur gjë që ka nevojë me vizitu, ose një vëlla të vetin. Andaj edhe besimtarin, siç e ka thënë Allahu në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa, me vërtet besimtarët janë vëllezër. Edhe këtu e përmendi kush e viziton një vëlla të vetin për hir të Allahut subhanahu wa taala, për me tregu se lidhja e besimtarëve me zveti kërkon kujdes. Kjo lidhje e besimit, që është lidhja më e fuqishme, kërkon kujdes, kërkon ndihmes, kërkon çka? Të japim na kujdes. S'mundesh ti me qenë vëlla me dikën dhe mos më pas gale atij. Edhe veç galen tonë me pas. Edhe tjeni të bindur të dashur vëllezër se nëse na brengosemi për gjendjen e vëllezërve tonë, pa marrë parasysh në çfarë gjendje dhe situata janë ata, ata që njohim dhe kemi afër. Ajo që është më e madhe si ne fitojmë na është që Allahu pastaj kujdeset për gjendjen tonë. Po përveç kësaj do të shohim se na edhe muslimanët do të kujdesen për ne. Ama nëse ti as kujt s'ka ki gale, veç vetës, dhe kur ndodhi një problem, as kush s'ka ka gale, fillon edhe qash. I themi ka dal. Ka dal se edhe filoni para teje pat problem, ti s'u një zoni. Edhe filoni para teje kishte problem, ti s'u një zoni. Edhe filoni para teje kishte problem, ti s'u një zoni. E tash, kur të pëdjek ty, duhet këtë dunja e mu që në ka, kësë është të drejtë. Andaj, të këtë muslimanët, hoxhallar qofshin, apo xhamat, nuk duhet me prit veç na kur të kemi problem me na dhimbt. Veç neve kur na djege me bërthit. Se kjo është egoizëm vetjakësi. Po i mirë është ai musliman, ai hoxh i cili kujt do qoftë prej muslimanëve që i dhen, që ka vështirësi, që ka probleme, ai të reagoje. Edhe spaku do më thonë të japë një kontribut. Edhe kush do qoftë pjallëve që ka problem,
ai të intervenojë dhe të japë një kontribut që nesër kur të ndodh që ti ndodh ati vetë problem pastaj ta shef se do thot e mira me të mirë të kthehet. Ama fatkeqësisht jemi duke pa shpesh herë raste të egoizmit të egër, egoizmit të madh i cili ka kaplu zemrat e besimtarëve, s'po flasim për ata që janë jashtë xhamia. Që nuk din me u angazhu ose nuk din me pas breng galën dhe brengën dhe mërzin e askuj tjetër përveç se vetës së vet. Normalisht se këto vizita që i bën njeriu janë edhe duhet të jenë sinqerta për Allahun subhanahu wa taala. Mos kanë asnjë farë interesi për asaj. Dhe për të fituar këta të mira dhe këta bereqete që i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka janë këto të mira? I përmend tre. E para, tip të jeton jetë të këndshme, jetë të mirë. Pse se kujdesi jot për tjerët i bën tjerët të flasin mirë për ty. I bën tjerët të kujdesen për ty. Për shembull ti je një. Dhe nëse kujdesesh për 10, 15, 20, 50, 100 njerëz, edhe ata pastaj gjithë ata kujdesen për ty, normalisht që jeta jote ka qenë shumë e lumtur. Se ka të shkojsh dyrt i keqel. Ka të shkojsh ka njerëz që të dojnë. Ka të shkojsh ka njerëz që bëjnë dua për ty. Ka të shkojsh ka njerëz që janë shërbimin tanë. Nuk ke dyrt të mbyllur. Edhe normalisht është gëzim për shpirtin tanë kur ti e shef se njerëzit me 1000 kilometra larg, me 100 kilometra larg, për shkak përfitimit prej teje, gëzohen me takimin me ty. Normalisht kjo i e besimtar jetë të këndshme, jetë të mirë. Për dallim atij që është vetjak, egoist, askush që shërben, askush se njeh, askush bën dua për te, vetjakësia e tij vazhdon të shndrohet në smundje e shpirtit, dhe ai kur më nuk ka më qenë rahat i lumtur e i kënaqur. E dyta është udhtim të këndshëm. Çka thënë ulemat? Dhe që udhtimi i tij zakonisht kur do herë që niset ai në një rrugë, në një angazhim, në një udhtim, ka më qenë rrugë e zhveshur nga çdo gjë e keqe. Ai çdo udhtim që ka më nis për i Zotit. Çdo udhtim që ka më nis me fitu kënaqësinë e Allahut dhe xhelal. Ose shkon me vizitu dikën prej muslimanëve, ose shkon me vizitu falefisin, ose shkon me taku musliman dhe me dhonë një këshill e kështu me radhë. Domthonë këtë udhtimet e tija nuk kanë interes dunjaja, kanë interes të Allahut dhe xhelal. Dhe kështu ka me vazhdu. Pra udhtim dhe të ahiretit i zhveshur nga çdo do të vepër e keqe, nga çdo sjellje e keqe, e stolisur me do të sjellën më të mirë, korrekte të mundshme. Dhe kjo alhamdulillah vërehet në mesin e muslimanëve, po kjo duhet shtohet. Që muslimanë domethënë, sidomos ata që janë perëndim, duhet të vizitojnë njëri tjetrin. Qytetet muslimanët e një qytetit, muslimanët e një qytetit tjetër. Muslimanët e një shtetit tjetër. Ande organizimi i tubimeve, i takimeve, vazhdon atyve imanin, vazhdon atyve vullnetin, vazhdon atyve dashurin, kujdesin, ndihmesën reciproke, vazhdon ata njoftjen e njerëzve, e muslimanëve, e besimtarëve, kështu më radhë. Po edhe këtu njëjtë. Vizita e xhamijave, vizita e qyteteve, vizita sidomos e vendeve ku muslimanët janë pak në numër, me shku thjesht me marrë një kërë për të vikend, me shkue për shembull maqin lindore, ku ka xhamia, edhe veç me shku me falë namaz edhe, mi taku musliman me thonë, kina arë veç selam mi thonë, me i pasi keni halët, e një mirë, me shku në maqinin jugore, juk perëndimore, për shembull, thjesht me shku me i vizitu musliman për i Zotit, pa ku një farë interesi, se na shkojmë për qef, na shkojmë për interes, për punë, shkojmë, ama të bëhesh njëherë për i Zotit, pa ku një farë interesi, thjesht vetëm se vetë rëgu se ka musliman që
e kanë ngalin e tyre. U shkon nërmend se në atë qytet, në atë fshat, në atë vend ka musliman, janë pakis, janë shkelun, nuk ka kush i mëson, thjesht mi vëni vizit edhe mi janë grofë zemën. Mi të regu se ka dikush me muslimanve që edhe për ty brengosit, edhe për ty mërzitet. Dhe normalisht, kush jeton jetë e kashme në këtë dynjo dhe udhëtimet e tia zakonisht janë udhëtime të ahiretit, udhëtime të sevapit, udhëtime të rahmetit, atëherë ky njeri do të garanton, do të përgatit një shtëpi të madhe, një pallat të tij në xhenet, që tregon domethënë pozitën e madhe, shpërblimin e madh që e fiton, sepse kjo thënie e kujt është? Thot pejgamberi, thret një thirrës, domethënë një melaçe. Se jeta jote ka më qenë e këndshme. Udhëtimet e tyre kanë më qenë të këndshme. Dhe ti ke me pas një pallat në xhenet që domethënë se kjo është dua e melekut, edhe është konstatim i melekut që do thotë se sigurisht se ky besimtar ka me fitu këtë pozitë të lartë në xhenet. Normalisht se ky hadith si dispozit të fikut flet domethënë për punën e vizitës të sëmurit. Dhe se ulemat e fikut kanë dhënë disa mendime se i përket çka është dispozita fetare e vizitës së sëmurit. Shumica e ulemave kanë thonë që vizita e një sëmurit është sunet. Kurse Imam Ibn Hazmi rahimahullahu taala ka thonë se vizita e sëmurit është farz, edhe nëse vetëm një herë. Sidomos ndaj kojshis i cili është i smur dhe ti e ke afër dhe domethënë mundesh pa kuni far problemi me shku me vizitu. Të dikush për ulema ka thonë që është sunet i mjaftueshëm në kuptimin që nëse e bën dikush mjafton për tjerët, dikush ka thonë që është farz i kifaje, domethënë nëse kryen një obligim i mjafton të tjerëve, por sidoqoftë do të ulemat shumica thonë që është sunet dhe vepër e mirë. Nuk është obligim për obligime, mirë po ajo i forcon lidhjet mes besimtarëve. Ajo e sjell rahmetin e Zotit mbi besimtarët. Ajo e ushqen dashurinë e besimtarëve mes vete. Ajo bëhet shkak për forcimin moral të smurit. Ajo bëhet shkak që duaja jote të bëhet sebeb që ndoshta ti forcohet atij shëndeti e kështu me radhë. Për atë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër ku çka thot, i detohet besimtarit e i thot, isha i semur e nuk më vizitove. E i thot besimtari i Zotit, o Zot, si ka mundësi ti me të vizitu madhin tone? Si ka mundësi që me konti i semur? Thot, ishte i semur robi jem. E ti nuk shkove të vizitosh atë. E po të shkove të vizitoje atë, aty do të më gjeje. Do më thonë do të fitoje rahmetin dhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Bashkak këto veprime që shpesh herë na ballafaqohemi me të njëjtën tonë, edhe i lëm për gjëra të kota, i lëm pas dore për gjëra pa vlerë. Nëse do të bëhesh pishman, mirë po ajo ka shku, ajo shans e fitimit të sevapit ka shku. Për këtë shkak, të gjithë na besimtarë duhet të mundohemi që të marrim këto mësime dhe porosi dhe të mundohemi të zbatojmë ato vazhdimisht në jetën tonë. Gjithashtu, për mësime dhe porosive që dalin nga kjo hadith është se secili melek i ka angazhimet e veta të caktuara. Që do më thonë se pas ka melaçe të cilat e pas kanë detyrë vetëm të japin myshle besimtarëve. Si që përmend në hadith, e thret një thirrës, an tabe wa tabet memshaka wa tabawata min al-jannati manzila. Pas të kesh jetë të këndshme, të ecish udhëtime të këndshme dhe të fitosh një pallat në xhenet. Dhe këto myshe të melaçeve na nuk i ndëgjojmë, edhe na nuk i shohim. Mirë po zemra e besimtarit i përjeton. I përjeton momentet kur melaçet që e shohin veprën të cilën ti e bën, që është e sinqertë dhe se shkon edhe arrin te Allahu subhanahu wa taala, atëherë ato e japin atë myshde
të cilën na nuk e ndëgjojmë dhe nuk e shohim, mirë po realisht e hetojmë në shpirtin tonë. Dhe normalisht kjo është njëra prej inkurajimeve dhe nxitjeve që u bëhet besimtarve në mënyrë indirekte që ato faktikisht të kujdesen për veprat e mira dhe të mundohen ta mbushin jetën e tyre me kësi vepra të mira për të përjetuar këto kënaqësi dhe këto mirësi të cilat madhnia Allahu subhanahu wa taala neve vazhdimisht na jep. Normalisht se vizita e njëri tjetrit është prej obligimeve që i ka muslimani ndaj muslimanit. Për shembull, në hadithet e mëhershme kena përmend se obligimi i muslimanit ndaj muslimanit është që kur të smuret me vizitu. Pse kjo? Se, sikur se e përmendëm, i zbut zemrat e njerëzve, i afron njerëzit me zvete, kujtohet i shëndoshi për dhuntin që ja ka dhënë Allahu dhul xhelal. Dhe çfarë fitimi të madh ka prej Allahu subhanahu wa taala, ky që është i shëndosh, dhe sa ka ngesë mbrapa ky që është i sëmur. Do të mësohet ignoranti për edukatën e vizitës, për rregullat që duhet të dim si sëmur, sepse për shembull shumë herë bën vaki që njerëzit kur janë të shëndosh falen. Dhe kur sëmurën dhe shkojnë në spital e lën namazin. Pse? Sepse nuk dinë si të falet. Pasi që gjatë qëndrimit të tij në spital ka situata të ndryshme. Për shembull, ka situata para operacionit, ka operacion, ka situata pas operacionit e nuk din se në cilën situatë si duhet me vepru, si duhet me marrë abdes, kur s'mundet me lëviz, a ka drejt me marrë tejemum, kur s'mundet me marrë abdes, a mund me u falë ratë nëse s'mundet në kam, a mundet me u falë ullë nëse s'mundet në kam. Këtë të mesele, do dhëtë njeriu që nuk i din, pas e bëhet shkak ignorancë e ati që ai mos më u falë. A realisht, mas shumë të që ka nevoj, njeri ka vazhdimisht nevoj më u falë. Ama mas shumë të që ka nevoj është ko i smut. Pse? Sepse forca morale, imanore, që e fiton ai nga namazi, e ndihmon atë shumë që ai të kalon smundjen në mënyrën më të lehtë mundshme. E keni se bën të kundërtën, që në vend se ai me shtue kujdesin për namazin edhe për ibadetin edhe për me forcu lidhjen me Allahun, e dobëson atë, kjo padyshim ka me adopsu moralin. Edhe rezistenca e tij për smundje ka me qenë më e vogël dhe normalisht nuk ka me mujt marrit qëllimin e vet. Për këtë shkak vizita e smundjeve është edhe kjo, për shembull sidomos i hoxhallarëve, që t'u mësojnë njerëzve rregullat, shpresën në Zot, e para, e dyta, se shërimin e jep Zoti, e mjeku është shkaku, edhe barna, ilaçi është shkaku, se na duhet përveç ilaçit duhet me mbështet Zotit, se na duhet me bëu dua, se na domethënë duhet me i krye obligimet ndaj Zotit e kështu me radhë. Këto janë porosi dhe mesazhe të cilat këto momente janë shumë të rëndësishme. Edhe rolin që e kanë këto vizita dhe këto fjalë nuk harohen nga kujdesa e njeriu i cili e ka përjetuar atë gjendje dhe atë situatë. Të gjitha këto hadithe, siç thonë ulemat, e kanë rolin e afrimit të besimtarëve njëri me tjetrin, e kanë rolin e shtimit të dashurisë të besimtarëve njëri për tjetrin, e kanë rolin e afrimit të zemrave të besimtarëve dhe bashkimin e tyre në gjëra që janë të hejrit të dobishme. Mos interesimi i njërit për tjetrin dhe injorimi i të rëndësishëm njërit edhe tjetrit normalisht është për gjërave të cilat e dëmtojnë dashurinë tonë në lidhje, dashurinë tonë për Allahut dhe normalisht e dobësojnë lidhjen tonë mes veti dhe të ndjenja që Allahu i Madhërisëm i ka krijuar që besimtarët të ndihen si vëllezër njëri për tjetrin dhe të jenë në ndihmëse njëri tjetrit, zbehen dhe dobëson edhe normalisht pastaj edhe rahmeti dhe bereqeti i Allahut ngritet prej nesh. Pra këto janë disa mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte në radhë në kapitullin që flet për rëndësinë ose vlerën që ka vizita e njerëzve të mirë dhe qëndrimi me të, dhe lutim Allahun e Madhërisëm na bën për besimtarëve që zakonisht kujdesen për njëri tjetrin, e vizitojnë njëri tjetrin për hir Zotit,
ja kanë ngajrë njëri tjetrit, bëjnë dua për to, i vizitojnë kur janë të smur, gjithashtu mundohen që të jenë në shërbim të muslimanëve, që të fitojnë domethënë shërbimin e muslimanëve dhe normalisht rahmetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.